Allahu do ta bën shkaktar imanin që ka me mbrojt nga shumë mëkate. Siç thot Allahu, "Kadhalika linasrif anhu as-su'a wal-fahsha." Kështu ne e mbrojtëm Jusufin, e larguam nga kjo punë e neveritshme. Është e ndyrë amoraliteti, kurvria dhe ruajtja shiqimit, siç e përshkruan Allahu në Kur'an, kjo është më e pastër për ju, është pastërti. Është njeriu i pastër, ai i cili pra nuk ka kontakt jashtëligjshëm, është pastërti, martesa e ligjshme dhe largimi nga çdo lloj rrugë e shëmtuar është vepër e neveritshme. Su wal fahsha. Innehu çathat Allahu. Innehu kana min ibadina al-mukhlisin. Ka qenë nga robërit tonë sinqert. Sinqeriteti, devotshmëria e ka mbrojtur Jusufin a.s. para ngrackën e shejtanit dhe në këtë mëkat shumë të madh. Dhe sigurisht do të ishin pasojat shumë të mëdha sikur Jusufi a.s. të bënte atë mëkat. Prandaj, arma kryesore mburoja mes teje dhe harameve është kur njeriu kur ka bindje edhe ka iman të fortë.